تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد Ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë në kapitull 3 të këtij libri madhështor El Muharrar fil Hadith dhe jemi ala domethënë te kitabu Siyam, libri i agjerimit. Libri i agjerimit janë 3 kapituj të fundit bi'idhnillahi ta'ala që sonte do i mësojmë. Dhe jemi te kapitulli 4 ku thot autori Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah babun fil ayyamil manhi an siyamiha. Kapitulli për ditët në të cilat është ndaluar agjerimi. Kapitulli për ditët në të cilat është ndaluar agjerimi. Këtu hadithin e parë, që është në rënditje të këtij librit, hadithi 646, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an siyami yawmayn, yawm al-fitr wa yawm an-nahr, muttafaqun alayh. Transmeton sahabiu i nderuar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu se ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi agjerimin e 2 ditëve. Dhe ishte ajo domethënë dita e fitrit, domethënë fitr bajramit, dhe dita Yawm an-Nahr, domethënë dita e Kurban Bajramit. Edhe hadithi është domethënë në Buhari dhe Muslim. Është domethënë e ndaluar që njeriu me agjeru në ditën e Fitr Bajramit dhe po ashtu edhe në ditën e Kurban Bajramit. Pastaj hadithi i radhës i përmend këtu Sheikh Zeidi rahimahullah, shpjeguesi i këtij librit, 3 hadithe, pastaj fillon me shpjegimin. Hadithi i radhës është an Nubayshat al-Hudhali radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayamu at-tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Rawahu Muslim. Tregon sahabiu i nderuar Nubayshat radiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditët e teshrikut, që është domethënë janë 3 ditët pas Kurban Bajramit. Domethënë dita e 11, dita e 12 dhe dita e 13. Për ato ditët e teshrikut ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë ditët e ngrënjes, pirjes dhe përmendjes të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ato ditë janë domethënë ditët e ngrënjes, pirjes dhe përmendjes së Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu hadithi i radhës, i cili transmeton Imam al-Bukhari rahimahullah nga Zuhri an Urwa an Aisha radhiyallahu anha dhe an Salim an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala لم يرخص في أيام التشريق أن يسمى إلا لمن لم يجد الهدي. Domethënë, ky hadith e ka transmetuar Imam Buhariu rahimahullah me 2 sinxhire të arta. Njëri është domethënë nga Zuhri prej Urwa prej Aishës radhiyallahu anha dhe sinxhiri tjetër është nga Zuhri prej Salim nga Ibn Umar radhiyallahu anhuma, që janë domethënë që llogaritën prej sinxhireve në transmetim më të forta. Dhe i quajnë dietarë domethënë el-isnadu dhahabi, domethënë sinxhiri i artë. Se janë domethënë të gjitha domethënë ka libra të larta, si Imam Zuhriu, si Urwa radhiyallahu anhu dhe po ashtu edhe nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. Dhe në anën tjetër domethënë po ashtu prej Zuhri, prej Salim radhiyallahu anhu wa rahima, nga babai i tij Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, e pastaj domethënë
thojnë të dytë domethënë se nuk ka qenë e lejuar që njeriu me agjeru gjatë ditëve të teshrikut, përveç për atë që nuk gjen kurban. Përveç ato ditët e teshrikut që u përmend në hadithin që e lexuam më parë, u përmend se janë ditët e ngrënjes, pirjes dhe përmendjes Allahu subhanahu wa taala. Kurse këtu e shohin domethënë se ka një përjashtim që bën njeriu domethënë me agjeru ato 3 ditë të teshrikut për atë njeri i cili është në haxhiu domethënë, dhe nuk gjen kurban. Nuk gjen kurban domethënë, atëherë bën domethënë që me agjeru, sepse ai duhet me agjeru 10 ditë. 3 ditë nëse ka mundësi gjatë haxhit, e pastaj domethënë kur të kthehet në vendin e banesës, ku në vendin domethënë e ku banon, ku jeton. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah në vazhdim se këto 3 hadithe tregojnë domethënë qartë se është ndaluar domethënë që njeriu me agjeru ditën e Fitr Bajramit dhe ditën e Kurban Bajramit, dhe po ashtu edhe ditët e teshrikut. Dhe kjo tregon se feja islame është fe e lehtësisë dhe feja e mëshirës dhe bamirësisë ndaj njeriut dhe njerëzve. Dhe kanë ardhur të gjitha këto lehtësime, dhe këto po ashtu hynë në këtë pjesë domethënë këto lehtësime, sepse njeriut kur ai është domethënë në ato ditë të festës, që me i fut domethënë në zemrën e tij, në shpirtin e tij gëzim, që ai domethënë të gëzohet. Që ai me pas domethënë lumturi dhe të gëzohet, dhe prandaj dhe nuk bën në ato ditë me agjeru, qoftë ai agjerim për kompenzim, ose ka bërë zotim, ose agjerim nafile. Nuk bën domethënë as kompenzim me bën ato ditë, as agjerimi që është zotuar njeriu si ka me agjeru 1 ditë, 5 ditë, 10 ditë, 15 ditë, ose agjerim vullnetar nuk bën, as në ditën e Kurban Bajramit, as në ditën e Fitr Bajramit, e as në ditët e teshrikut. Sepse thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ato ditë janë ditë feste për muslimanët, që ata njërin tjetrin e vizitojnë, dhe e takojnë për hajër. E tash nëse viziton dikën, ai patjetër domethënë ka me të qit ushqim, ujë, lëngje e kështu me radhë. Ndrasha po i bile edhe ma shumë qesin, po si do qoftë, atëherë nëse ti nuk ja pranon njeriu domethënë ushqimin, domethënë mikpritjen, mundet me ndjej veten edhe të ofenduar, edhe ta ngushtosh tjetrin. Prandaj domethënë janë ditë që muslimanët njërin tjetrin e vizitojnë dhe takojnë për hajër domethënë, dhe janë të lumtur dhe e shfaqin lumturinë domethënë, edhe prandaj domethënë nuk bën domethënë që me agjeru. Edhe në ditën e Kurban Bajramit domethënë është dita domethënë e ngrënjes, e pirjes, dhe po ashtu edhe dhënjes sadakas, një pjesë të mishit, dhe po ashtu edhe një pjesë me dhënë dhurat. Jo vetëm sadaka, po edhe me qenë domethënë në dhurat. Dhe po ashtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah se Allahu subhanahu wa taala u ka zaventsu muslimanëve ato festat që kanë qenë në xahiliet me këto 2 festa. Festa e Fitr Bajramit dhe festa domethënë e Kurban Bajramit, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Do thonë Allahu subhanahu wa taala ka zaventsu me diçka më mirë për atyre festave që kanë pas në xahilietit. Dhe ato ata janë domethënë ato festat, festa e Kurban Bajramit dhe festa domethënë e Fitr Bajramit. Kurse sa i përket domethënë ayamet teshrik, ditët domethënë e teshrikut janë ditët domethënë janë 3 ditë pas ditës së Kurban Bajramit. Se dita e Kurban Bajramit i bie domethënë se është në datën 10 të Dhulhijja, të muajit Dhulhijja. Atëherë dita 11, dita e 12 dhe dita e 13 është domethënë janë ditët e teshrikut, që zakonisht njeriu me i kalu ato ditë domethënë duke përmend Allahun subhanahu wa taala, duke lexuar Kur'an, duke thotë Sheikh Zejdi rahimahullah bë dua,
domethënë që në mënyrë intenzive, në mënyrë më të fuqishme, domethënë ato ditë me vlerë, që njeriu me përmend Allahun subhanahu wa taala dhe po ashtu me lexu Kur'an, me bot tasbih, me bot tahlil, me bot takbir dhe po ashtu edhe lutjen, me ashtu domethënë me përforcu domethënë në lutjen. Dhe është përjashtimi, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, për haxhiun. Haxhiu i cili e bën formën e haxhit et-tamattu dhe qarin. Do thonë këto dy llojet haxhit, kur i bën njeriu, atëherë patjetër duhet me pas edhe kurban. E nëse nuk ka kurban, as nuk gjen edhe mundësi me pagujt vlerën e kurbanit, atëherë duhet me agjeru 10 ditë. 3 ditë ose gjatë haxhit, 3 ditë gjatë haxhit, e 7 ditë domethënë kur kthehet në vendin e tij. Me përjashtim nëse ka ndonjë justifikim, domethënë nëse ai gjatë ditëve të teshrikut, duke qenë haxhi, në haxh, po gjatë ditëve të teshrikut domethënë ka ndonjë smundje, e kap gripi, ka domethënë smundje ndonjë tjetër e kështu me radhë, ose ndonjë arsyetim tjetër, atëherë domethënë i plotson të gjitha ato 10 ditë kur kthehet domethënë në vendin e tij të banimit. Kur kthehet domethënë në vendin e tij të banimit. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket të hadithi ayamu tashriq, ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, ditët e tashrikut janë ditët e ngrënies, e pirjes dhe përmendjes Allahu subhanahu wa taala. Thot Sheikhu, po e ngrënies, pirjes e kështu me radhë, po me nijet të mirë me bërë. Me nijet të tillë që të bëhet ajo, domethënë që të bëhen ato sende ibadet pastaj. Që të bën domethënë ibadet. Që kështu domethënë që ai synon me ngrënien dhe pirjen, me forcu trupin e tij dhe kështu të jetë më i qëndrueshëm në ibadetin e tij dhe në bindjen e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-akla fayahmadahu 'alayha aw yashrabu shurba fayahmadahu 'alayha. Domethënë Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me robën e tij kur ai han diçka dhe e falenderon Allahun subhanahu wa taala, ose kur pin diçka po ashtu e falenderon Allahun subhanahu wa taala. Domethënë është, nëse ai është falënderues, mirënjohës për atë dhunti, atëherë bëhet shkak që me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Por thotë Sheikh Zejdi rahimullah, duhet muslimani me qenë i kujdesshëm dhe me qenë domethënë i zgjuar që me sinu domethënë me ngrënien dhe pirjen t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Jo thjesht, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, se ka disa njerëz që synojnë vetëm me pas fuqi në trupin e tyre, ose synojnë domethënë me pas trupin të shëndetshëm. Se sa shumë njerëz domethënë hajnë, kujdesen, jo me kjo ka kështu, kjo ka yndyrë, kjo ka sheqer, kjo ka ajo. Të gjitha këto sende i bëjnë po për shëndetin e tyre. Nuk ka niyet domethënë t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej synimeve është tek ata të ngopet. Ngopja e barkut. Atëherë domethënë nuk ka as problem nëse ka synimin të tillë, veç ngopja e barkut ose mirëmbajtja e shëndetit e kështu me radhë. Por patjetër domethënë duhet me pas niyet që pastaj domethënë ti afrohet Allahu subhanahu wa taala dhe ti domethënë më i fuqishëm, më aktiv domethënë në bindjen e tij te Allahu subhanahu wa taala, sepse si ka thënë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Domethënë veprat janë sipas qëllimeve. Edhe atëherë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ato adetet që është ngrënia, pirja, bëhen domethënë ose kthehen në ibadete, por kur e bën njeriu me niyet. Edhe e kena përmend këtë çish në fillim domethënë para disa vite në 40 hadithe të El-Hafiz an-Nawawi rahimahullah, ku thotë Sheikh Uthaymeen rahimahullah se njeriu i mençur, i zgjuar, i bën domethënë adetet ibadete.
Ai kur flen domethën, sinon me pushu trupin e tij që të qohet pastaj dhe të jetë edhe më i bindur dhe më i fuqishëm, edhe më i freskët në adhurimin e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur e bën njeriu me këtë niyet, atëherë edhe xhumi i tij ai shpërblehet për to. E thot Shekhu Themin rahimahullahu, Shekh Zejdi rahimahullahu përmend, kurse njeriu ignorant e bën ibadetin adet. Se i thuash pse falesh, e kena adet në të falemi. E kena tradit në familje. Jo ai që ka bindje fetare. Jo që ka niyet fetar. Po tradit në familje, në lagje e ku e diçka. Ai e bën ibadetin adet. Prandaj domethënë në gjitha varet ku është kjo çështje, domethënë innamal a'malu binniyat, domethënë veprat janë sipas qëllimeve. Por thotë shehu prap domethënë. Kjo duhet domethënë njeriu me pas kujdes që domethënë me pas niyetin të mirë dhe her pas her domethënë vetes mja kujtu këtë çështje. Pastaj hadithi i radhës عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. Në këtë hadith, i cili e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos e veçoni natën e xumaz me namaz natë. Mos e veçoni natën e xumaz me namaz natë, nga netët e tjera. Dhe mos e veçoni ditën e xumaz me agjerim nga ditët e tjera, përveç nëse ajo bie në një agjerim që donjëri prej jush e mban rregullisht. Thotë Shekh Zejdi rahimahullah në fillim. Po, dita e xumaz ka shumë vlerë të madhe. Ka shumë vlerë të madhe dhe veçori domethënë të veçanta. Dhe veçori domethënë të veçanta. Prej atyre veçorive të veçanta është që në ditën e xumaz ka një orë dhe nuk ndodh që muslimani, robi, me e qollu atë orë duke i lutur Allahu subhanahu wa taala për vetëm se Allahu i ajep, i përgjigjet për kërkesën e tij, për nevojën e tij. Sa i përket asaj orës ose kohës gjatë ditës së xumaz, thotë Shekh Zejdi rahimahullah, ka domethënë disa mendime të dietarëve, por ato dy mendimet më të njohura dhe më të fuqishme janë mendimi i parë është që prej momentit që imami i hyp minberit derisa ta përfundojnë namazin e xumaz. Kjo është mendimi i parë. Nga momenti që imami kur hyp në minber derisa të largohet domethënë se ta përfundojnë namazin e xumaz. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë është pas namazit të ikindis deri para perëndimit të diellit. Por me kush domethënë që njeriu me qëndru xhami duke përmend Allahun subhanahu wa taala dhe duke u lutur Allahun subhanahu wa taala. Dhe thot Shekh Zejdi rahimahullah se ka qenë Sa'id ibn Jubair idha salla al-'asr lam yukallim ahadan hatta taghrub ash-shams. Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu dhe rahima, që ka qenë njëri prej tabiinëve të dalluar dhe imamlarëve të tefsirit dhe brendësve të mëdhej të Abdullah ibn Abbasit radiyallahu anhuma, ka vepruar që kur e ka fal ikindin, namazin e ikindis, nuk ka folur me askënd, nuk ka biseduar me askënd deri në perëndimin e diellit. Do të ka qëndruar në xhami edhe nuk ka biseduar me askënd. Po ka vazhdu duke përmend Allahun subhanahu wa taala, duke bërë dhikr, duke lexuar Kur'an, duke u lutur Allahut subhanahu wa taala deri domethënë në akşam. Por këtu në hadith ku është përmend kjo çështja e orës, domethënë asaj kohës, domethënë që ka këtë vlerë të madhe dhe të veçantë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyah. Domethënë në ditën e xumaz ka një orë që nuk ndodh me çollu robi muslimani, duke qenë domethënë në namaz, duke u lutur Allahu subhanahu wa taala, për vetëm se Allahu subhanahu wa taala jep atë gjën që ai e kërkon. Por tash thotë Shekh Zejdi rahimullah lind pyetja ose çështja që
mas namazit të ikindis nuk është koha e namazit, deri në perëndimin e diellit. Nuk është domethënë e pëlqyer që njeriu mas namazit të ikindis me fal namaz vullnetar. E si bashkohet kjo çështje? Po ashtu edhe në momentin kur imami hyp minberit, derisa ta përfundojnë ai namazin e xumas, prap nuk është koha e faljes së namazit. Atë si është domethënë si është puna domethënë ose çështja domethënë si bashkohet kjo çështje, që më thënë se është kjo koha domethënë se kjo koha është domethënë koha pas ikindis, edhe sipas Sheikh Zedit rahimahullah është mendimi më i saktë. Është ky mendimi më i saktë që është pas namazit të ikindis deri domethënë në para akshamit. Thotë Sheikh Zedi rahimahullah, kjo bashkohet me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah. Do thonë do njëri prej jush vazhdon me qëndru me qenë në namaz përderisa ai e pret namazin tjetër. Do thonë kur shkon ai e fal ikindin dhe qëndron në xhami aty duke e prit namazin e ikindis, sipas këtij hadithit ai është në namaz. Është domethënë në namaz. Kjo sa i përket domethënë në kësaj orës ose kohës domethënë e cila e ka domethënë në ditën e xumas, që është domethënë në vlerë e veçantë dhe mundësi e madhe, siç e thotë Sheikh Zedi rahimullah, që njeriu domethënë t'i lutet Allahut subhanahu wa taala dhe me shpresu domethënë që t'i pranohet lutja. Po ashtu, prej çështjeve ose vlerave madhështore që i ka dita e xumas, është çështja ku e përmend Sheikh Zedi rahimahullah hadithin men ghassala yawm al-jum'ati wa ightasala wa bakara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastami'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Këtë hadith thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lan vetën, do thonë, lahet, kush bën gusull dhe shkon herët në xhuma dhe shkon duke ecur, nuk i hyp domethënë deves ose kalit ose makinës, por duke ecur në kam. Dhe i afrohet imamit, do thonë rrin aty afër ku e ka vendi imamit, dhe e dëgjon hutben me vëmendje. Atëherë për çdo hap që e bën, e ka shpërblimin për 1 vjet. Për 1 vjet me agjeru dhe me qëndru në namaz. Është shpërblim madhështor. Dhe thotë Sheikh Zedi rahimahullah, ky hadith përmban nxitje domethënë për njeriu, për muslimanin, sepse shpërblimet të tilla janë rrallë, që njeriu domethënë për kaq punë të vogël, që ai pastaj me fitu domethënë shpërblime të jashtëzakonshme. Çfarë domethënë me pastru veten e tij, me ulajt, pastaj me shku në xhami duke ecur, edhe me qëndru aty me dëgju hutben e kështu me radhë, e ka domethënë në këtë shpërblim madhështor. Edhe kjo duhet barakallahu fikum që njeriu të mundohet, se normal domethënë angazhimi me dunja e kështu, kjo e ka pjesën e vetën, po njeriu ditën e xumas sidomos, edhe nëse domethënë ka punë edhe angazhime e kështu me radhë, po më mundu domethënë me shku sa më herët në xhami dhe me qëndru në xhami, me bo vikër, me lexu Kur'an. Edhe ka në Medinë për shembull, ka shumë njerëz, disa domethënë kena pa, edhe në moshë, njerëz 70 vjet, 60 vjet, që çdo xhuma shkon e fal namazin e sabahut në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe deri kur thirret ezani i xumas, ai e përfundon Kur'anin komplet. Edhe atë e bon ai domethënë në vjetra vite domethënë. Ai shkon e fal namazin e sabahut në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pas namazit fillon me lexu Kur'anin. Deri në kohën e namazit të xumas ai e përfundon komplet. Prandaj domethënë
duhet njeriu me mendu se sa është probleme domethënë ka ai person. Barakallahu fikum. Pastaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah, me gjithë këto vlera që ka dita e xumas, me gjitha këto vlera që u përmendën, por prapë në këtë hadith, këtu ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka ndalu, domethënë, e ka ndalu që njeriu me veçu ditën e xumas me agjerim. Dhe po ashtu me veçu natën e xumas, të ejten pas namazit të akşamit, e ka ndalu që njeriu me veçu natën e xumas me ibadet të veçantë, ose me ibadet domethënë që ai nuk e bën në ditët e tjera, sepse thosh Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse ai është min ehli salati al-lejl, është për njerëzve domethënë që fal namaz natë gjatë gjithë javës, edhe ditëve të tjera të javës, atë s'ka gjë që ai edhe nat me fal namaz natë. Ama ai nuk është prej njerëzve të namaz natës, edhe natën e xumas e veçon. Kjo domethënë është e ndaluar. Kjo është domethënë një gjë e tillë, është e ndaluar. E sa i përket agjerimit, nëse do dikush me agjeru ditën e xumas, atëherë thotë Sheikh Zejdi rahimullah, duhet domethënë ti bashkangjit asaj dite një ditë përpara ose një ditë pas. Domethënë me agjeru ditën e ejtë dhe xuman, ose xuman dhe ditën e shtunë. Pastaj hadithi i radhës an Silat ibn Zafar قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه أتى بشاة مسلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Sila rahimahullah tregon ishim tek Ammar ibn Yasir. Ishim, domethënë për vizit tek Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Dhe solli një dele të pjekur. Dhe solli, ai domethënë një dele të pjekur. Atëherë, tha Ammar radhiyallahu anhu, hani, disa nga njerëzit që ishin pranishëm aty, u tërhoqën dhe thanë, unë jam agjerues. Unë jam agjerues. Atëherë Ammar radhiyallahu anhu tha, kush agjeron në ditën për të cilën ka dyshim, ai ka kundërshtuar Ebul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ebul Qasim është kunja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu është për qëllim domethënë kush agjeron në ditën për të cilën ka dyshim, është dita domethënë e fundit të Shabanit, a ka filluar Ramazani, është dita e parë e Ramazanit, është dita e fundit e Shabanit. Edhe çka thot ai, tjetri po thot jo po unë agjeroj sot, që jam sigurt se e kam kap Ramazanin. Këtit i ka thënë Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, do thonë kush agjeron në ditën për të cilën ka dyshim, ai ka kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se dikush mund të më thonë po çka ka të keqe me agjerim? Agjerimi është prej ibadeteve, një prej shtyllave të Islamit, ibadet madhështor. Si me kundërshtu pejgamberin alaihi salatu. Prandaj domethënë duhet nga njëra anë të jetë domethënë me ikhlas ibadetin, e në anën tjetër që të jetë e pranuar ibadetit përputhet me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këtu nuk përputhet me kohën, sepse ajo është dita e dyshimit. Dhe një gjë e tillë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe prandaj Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu u ka thënë kush agjeron në ditën e për të cilin ka dyshim, ai ka kundërshtuar Ebul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni subhanallahu sahabët ridwanullahi alaihim, domethënë edhe u ka dhënë ushqim, po edhe u ka dhënë edhe dije. Se tu ne domethënë me kjo tregon edhe vlera e njerëzve dijes. Se tu ne me sahabiun i nderuar Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, edhe ka ndodhur kjo situata e tillë, atëherë domethënë ka përmend dobinë e madhe që një gjë e tillë është në kundërshtim me asaj që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah se çështja në ditën që ka dyshim domethënë, a është dita e parë e Ramazanit ose
e fundja të Shabanit nuk lejohet domethënë me agjeru, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, domethënë me fillu me agjeru kur e shihni hënën. Domethënë me siguri, me bindje. Edhe me prish, me përfundu domethënë muajin e Ramazanit kur e shihni prapë domethënë hënën e re. Jo me dyshime domethënë e kështu me radhë. Pastaj hadithi radhës عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Në këtë hadith që transmeton al-A'la nga babai i tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur të bëhet gjysma e muajit Shabanit, kur ta mrini gjysmën e muajit Shabanit, falatë su, mos agjeroni pastaj. Mos agjeroni. Po, thot Ibn Abdul Hadi, rahimahullah, wa qala Ahmed, dhe ka thënë Ahmedi, Imam Ahmedi, rahimahullah, hua hadithun munker. Kjo është hadith munker, do thonë shumë i dobët është. Wa kan Ibn Mahdi la yuhaddith bihi. Dhe Abdurrahman ibn Mahdi, radiallahu anhu, wa rahima, nuk e ka transmetuar, nuk e ka përmend këtë hadith si argument. Qal, dhe ka thënë Abdurrahman ibn Mahdi rahimullah që ka qenë domethënë njëri prej dietarëve të mëdhenj të hadithit dhe të gjerhëve të adilit e kështu me radhë, ka thënë wa alau thiqatun. Ky ala që këtë hadith është munker i dobët, po ky njeri ka qenë i besueshëm, thiqa. La yunkaru min hadithihi illa hadha. Domethënë hadithet e tij që i ka transmetuar nuk refuzohen për vetëm se ky hadithi këtu. Do thonë ky ka mundësi që shumë hadithe ka, sipas fjalës të Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. Të gjitha ato hadithe janë të sakta, por ky këtu është hadith i dobët. Kjo më gjet se dikush thotë po jo, ky hadithet 20 hadithet e para për shembull i ka të sakta. Edhe ky 21 duhet i saktë me qenë. Pastaj vazhdon prapë ato deri 40 ose 50 hadithe, edhe ato i ka të sakta. Ama ky, për shembull 21 ose 25 është hadith i dobët. Shikoni domethënë këtë precizitet, domethënë edhe ndjeshmëri, domethënë edhe kujdes të madh selefit ridwanullahi alehim për fenë Allahu subhanahu wa taala. Që mos futet diçka që nuk është pjesa e saj. Që mos futet diçka që nuk është pjesa e saj. Dhe e përmend tu Sheikh Zejdi rahimahullah sepse është vërtetuar në hadithet që i mësuam më parë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar, ka agjeruar domethënë një pjesë madhe të muajit Shabanit. Domethënë ka agjeruar një pjesë madhe të muajit Shabanit. Edhe kjo është në kundërshtim me kësaj pjese këtu. Megjithatë që Imam al-Albani rahimullah thotë Sheikh Zejdi rahimullah këtu e ka saktësuar këtë hadith, e ka bërë të saktë. Por Sheikh Zejdi rahimullah sjell këtu shpjegimin e Imam Ibn Bazit rahimullah, se nëse themi ky hadith është i sakt, atëherë si është kuptimi i drejtë dhe i sakt? Se nëse domethënë e marrim për argument këtë hadith, edhe e shohim se është hadith i sakt. Atëherë thotë Sheikh Zejdi rahimullah, se ka thënë Sheikh Ibn Bazi rahimullah, qëllimi është mos me qenë piknisja nga gjysma e muajit Shabanit edhe me agjeru pastaj. Që pastaj ti jesh i sigurt se patjetër e ke kap fillimin e Ramazanit. Shikoni, domethënë, prandaj thehemi te kuptimi i shpjegimin e dietarëve. Do thonë, atë shpjegimi është nëse po tham se hadithi është i saktë, atëherë kuptimi është, shpjegimi është që mos me qenë piknisja me fillu me agjeru, domethënë pjesën e Shabanit nga mesi e deri në fund. Që ti jesh domethënë në anën e sigurt që po fillove nga mesi deri në fund, atë patjetër në atë mendimin e ke kap edhe fillimin e Ramazanit. Nuk ka i dita që dyshohet, a është a nuk është. Edhe shikoni barakallahu fikum edhe kuptimin e fejll të Ibn Abdul Hadit rahimullah, se si e ka sjell këtë hadith, e para atij të solli hadithin Amar ibn Yasir radiallahu anhu, ku thotë domethënë se kush agjeron ditën e dyshimit e ka kundërshtuar Ebul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto perla domethënë vijnë vetëm për këtyre dietarëve të mëdhenj, barakallahu fikum. Pastaj hadithi i radhës
عن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لها عنب أو عود شجرة فليضمغها. Këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Busr nga motra e tij As-Samma radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos agjeroni ditën e shtunë. Mos agjeroni ditën e shtunë. Përveç asaj që është obligim për ju, do të thonë në Ramazan. Dhe nëse do njëri prej jush nuk gjen për të ngrënë përveç se lëkurës së rushit, ose do një deg peme, le ta përtyp atë. Shikoni që aq është bërë në mënyrë simbolike prishja, mos agjerimi ditës së shtunë, që nëse njeriu zgjen ujë, bukë, diçka e tillë, atëherë për me tregu domethënë edhe që mos me agjeru edhe me lëkurës së rushit ose qeshte domethënë do një pemë që me përtyp atë edhe me tregu se nuk agjeron. Sepse kjo veçimi, dhe këtu është për qëllim domethënë, veçimi i asaj dite. Ndalesa është këtu domethënë që me veçu. Edhe kjo papëlqyeshmëria, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, është domethënë që me veçu me në mënyrë specifike vetëm ditën e shtunë. Për shkak se qifutët e kanë madhëru atë ditë dhe e shohin domethënë si ditë të madhe për ata. Edhe mos ndodh një gjë e tillë domethënë përputhje me qifutët, po me u dallu muslimani prej tyre, atëherë duhet thotë Sheikh Zejdi rahimullah që të largohet kjo shkaku domethënë me agjeru ose një ditë më parë ose një ditë pas. Megjithatë njihet ai mendimi i Imam al-Albanit rahimahullah që ka qenë domethënë shumë rigoroz në këtë qëndrim domethënë. Po shumica e dietarëve domethënë thonë që nëse njeriu ja bashkon agjerimin të ditës së shtunë një ditë përpara, domethënë ditën e xumas dhe ose ditën e diell, atëherë domethënë na bën me agjeru. Ose thot po ashtu Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse i bie domethënë ajo që më qenë dita e Arafatit, ose nëse është dita e Ashuras, atëherë bën domethënë njeriu me agjeru ditën e shtunë. Pastaj hadithi ose kapitulli i radhës, kapitulli 5, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, babul i'tikaf, kapitulli i itikafit. Kapitulli i itikafit do të thonë qëndrimi në xhami për adhurim. Qëndrimi në xhami për adhurim. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket çështjes temës së itikafit, ka disa mesail, ka disa mesele, ka disa çështje. Çështja e parë sa i përket gjykimit. Cili është gjykimi domethënë sheriatik për i'tikafin? Gjykimi është se është sunna. Është gjë domethënë e pëlqyer. Për vetëm se thotë Sheikh Zejdi rahimullah, nëse njeriu bën nadhër, zotohet domethënë se do bëjnë itikaf 3 ditë, 5 ditë, 10 ditë në xhami. Për shembull, tash në Rashapoj aty, kojshiti ke, sjellin ushqim aty, rrin xhami, bon ibadet, duhet me të bëj zmet se një dhëndër kanë ata tash. Ide e mira, është ashtu. Duhet me qëndru pastaj. Domethënë nëse njeriu zotohet, edhe pastaj duhet barakallahu fikum me bë ta'awun mes vëllezërve, me ndihmu njërin tjetrin në hajër. Njëri zotohet për shembull me qëndru në xhami një javë ditë për itikaf, tash tjetri që është afër aty duhet me sjell ushqim, buke, çish ka nevojë. A është ashtu? Thot domethënë Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket hukmit është sunna. Për vetëm se nëse bën domethënë njeriu nadhër, atëherë domethënë duhet me plotsu. Mesela e dytë, çështja e dytë është çështja e kohës. A është domethënë me një kohë të kufizuar ose jo? Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nuk ka një kohë të kufizuar, me thënë 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 1 ditë, por edhe nëse është walau sa'atun, edhe nëse është një kohë, domethënë
gjatë ditës, min lejlin au naharin, gjatë ditës ose natës. Qoftë do më thonë, po me bo binijetin, është pa të do më thonë me njetë ta bësh, që njeriu do më thonë sinon të qëndrojnë xhami për me adhuru Allahun subhanahu wa taala, për një periudhë të caktuar, gjatë ditës ose edhe natës, ose edhe disa ditë, ose edhe do më thonë në disa ditë. Dhe padyshim do më thonë, thotë Shejh Zejdi rahimullah, se këtu bashkohen do më thonë në shumë vlera madhështore, ku njeriu do thonë qëndron xhami, e fal namazin, fal namazet vullnetare, lexon Kur'an, bën dhikr, është larg sprovave dhe fitneve. Edhe kjo subhanallahu është edhe nga aspekti do më thonë edhe me thonë tash psiqik ose emocional, që njeriu ka nevojë ndonjëherë pak të rinë vetë, qetësohet, të largohet do më thonë prej ngarkesave që i ka, se ato janë vendet më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala, do të këtë ta kuptojmë. Që njeriu do thonë, aty është larg sprovave, larg sendeve që mundesh me pa diçka e ndaluar. Edhe shikoni si e pam te Said ibn Jubair rahimahullah, që mas ikindis ka qëndruar deri në akşam në xhami domethënë. Edhe Sheikh Fuzani hafidhahullah përmend se selefët ridwanullahi alehim e ruajshin agjerimin e tyre duke qëndruar në xhami. Dhe me rujt agjerimin prej shikimit, prej fjalëve të dytura, prej rëshitjeve, ku duke qenë në xhami, se kur jenë në xhami do të thonë çka do bësh në xhami? A do bësh pazar me tjetrin në tregti? Jo, nuk është vendi i pazarit. Po çka do bësh? Do adhurosh Allahun subhanahu wa taala. Të qetësohet domethënë në zemra, të qetësohet domethënë shpirti. Se zakonisht njerëzit kërkojnë qetësim e kështu te çështjeve të dunjas. I harrojnë këto sende, që janë do të thonë sende shumë të rëndësishme barakallahu fikum, po ndoshta nga ngarkesat e kështu me radhë ndoshta na ikin. Pastaj sa i përket meseleja e tretë, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, kur është ose cilat ditë janë ditë më të mirë për me bë itikaf? Ditët më të mirë janë ditët e Ramazanit, thotë Sheikh Zejdi rahimullah. Përgjithësi domethënë Ramazani, nga fillim deri në fund. Po edhe brenda Ramazanit, ditët më të mirë janë domethënë në 10 ditë të fundit të Ramazanit. 10 ditë të fundit. Edhe kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka vepruar domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë i'tikaf në 10 ditët të fundit të Ramazanit, edhe do vim edhe tash do shohim edhe në mes të Ramazanit, 10 ditë e mesën të Ramazanit ka bë po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. E mas vdekjes së tij kanë vazhdu bëjnë i'tikaf, domethënë edhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu e përmend Ibn Abdul Hadi rahimullah hadithin e parë, i cili transmeton nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, ku thotë anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alayh. Tregon nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte itikaf në 10 ditët e fundit të Ramazanit, derisa i erdhi vdekja. Pastaj, pas ti, bënin itikaf edhe gratë e ti, radiallahu anha. Pastaj, prej çështjeve që i përmend këtu Sheikh Zejdi rahimahullah, është se gjatë i'tikafit nuk bën domethënë që njeriu me dal pa nevojë jashtë xhamis. Pa nevojë domethënë për vetëm se për nevoja që ka për ngrënjen, për bukë, ose për ndonjë pastrim, ose për domethënë kryerjes së nevojave domethënë personale, po nuk bën domethënë me shkun xhenaza. Për rregullave të i'tikafit është që personi i cili e bën ka hyrë në i'tikaf mos me shkun xhenaza. Do thonë mja fal dikujt prej muslimanëve xhenazën e tij. Mos me shkun varim. Dhe mos me vizitu ndonjë smur.
sepse ajo është dalje pastaj, njeriu largohet nga xhamia. Dhe po ashtu i ndalohet njeriu gjatë i'tikafit edhe çështje domethënë intime me bashkëshortën e tij. Edhe kjo është përmend në Kur'an. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Domethënë mos me bërë marrëdhënie intime me gratë tuaja duke qenë ju domethënë në i'tikaf në xhami. Po ashtu mesela e katërt thotë Sheikh Zejdi rahimullah, kushdo me qëndru në gjatë me bo i'tikaf, domethënë më shumë se disa ditë, atëherë është e pëlqyer që ai me bo i'tikafin në një xhami ku falet po ashtu edhe xhumaja. Se përndryshe nëse është një xhami ku nuk falet xhumaja, mundet domethënë me ik. Edhe kjo është e pëlqyer. Nuk është domethënë patjetër se ka këtu te ne domethënë zakonisht në çdo xhami falet edhe xhumaja. Po në Saudi për shembull, në Laxh aty ka 4-5 xhamia. Po gjatë ditëve domethënë të tjerë falet në çdo xhami ka xhamat. Ama ditën e xumas është një xhami e madhe domethënë ku e falin xuman. Ato 3 xhami tjera nuk falet xumaja. Prandaj domethënë njeriu me pas kudo me bojë i'tikaf, edhe është situata e tillë domethënë që ka disa xhamia po në një xhami falet dita e xumas, atëherë domethënë me e pas këtë çështje në konsiderat. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu është nga nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha qalet kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada an ya'takifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu al-hadith. Po ashtu tregon nëna besimtarve radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur donte me bo i'tikaf e falte fajrin, pastaj hynte në vendin e tij të i'tikafit. Do thënë, kur donte pejgamberi alayhi salatu wasallam me bo i'tikaf, atëherë domethënë e falte namazin e sabahut, e pas namazit të sabahut domethënë hynte në vendin e tij të i'tikafit. Dhe kjo është thotë Sheikh Zejdi rahimullah, është mirë dhe e pëlqyer thotë Sheikhu rahimahullah, që njeriu domethënë me hyj në i'tikaf pas faljes së namazit të fexhrit, edhe me qëndru domethënë nëse ka mundësi deri në perëndimin të diellit. Edhe me shpresu domethënë në shpërblim për atë ditë. E nëse do dikush thotë Sheikh Zejdi rahimullah me hyj gjatë natës me bo i'tikaf, atëherë hyn domethënë pas perëndimit të diellit, domethënë pasi që ka fal namazin e akşamit dhe qëndron në xhami domethënë deri të faljes së namazit të sabahut. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu transmeton nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha qalet وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواه البخاري. Po ashtu tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fuste kokën e tij sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, ndërsa ai ishte në xhami. Dhe unë, Aisha radhiyallahu anha, ja krehja flokët. Dhe ai nuk hynte në shtëpi përveç se për nevojë kur ishte në i'tikaf. Do thonë nuk hynte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij kur ishte në i'tikaf për vetëm se për rast nevojës. Edhe megjithatë se ka pas shtëpinë do thonë afër ngjitme me xhamin e tij sallallahu alaihi wasallam, por nuk hynte përveç se domethënë për nevojë kur ishte në i'tikaf. Edhe kjo tregon domethënë afërsinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pas me Aishën radhiyallahu anha dhe me gratë e tij në përgjithësi, që ajo domethënë ja krehte flokët radhiyallahu anha. Edhe kjo tregon po ashtu harmoninë që kanë pas në bashkëjetesën të tyre. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë aspekt është shembull për besimtarët dhe muslimanët. Në mënyrën e jetesës
me bashkëshortën e tij. Barakallahu fikum. Edhe në këtë çështje do të thonë se kjo marrëdhënie të raportet mes gruas dhe bashkëshortit janë çështje domethënë të rëndësishme. Edhe nëse do njeriu me jetu jetë të këndshme dhe të rehatshme, atëherë duhet me marrë për shembulltyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një pjesë domethënë që tregon për harmoninë dhe afrimitetin dhe jetën e këndshme që kanë pas gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prap hadithi ose etheri i radhës e transmeton nëna e besimtarve, ku thot enneha qalet as-sunnatu ala al-mu'takifi alla ya'uda maridan wala yashhada janaza wala yamassa imra'a wala yubashiraha wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu wala i'tikafa illa bi sawm wala i'tikafa illa fi masjidin jami' rawahu Abu Dawud. Në këtë ether që është transmetuar nga nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha se ka thënë sunneti për ato që është në i'tikaf është që të mos vizitoj të smurin, të mos marr pjesë në gjenaza, të mos prek gruan, të mos kryer marrëdhënie me të dhe të mos dal për ndonjë nevojë përveç asaj që është e domosdoshme për të. Dhe nuk ka i'tikaf pa agjerim. Dhe nuk ka i'tikaf pa agjerim. Dhe nuk ka i'tikaf përveç në xhami ku falet xumaja. Dhe nuk ka i'tikaf përveç në xhami ku falet xumaja. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se prej këtij hadithit ose etherit të Aishas radhiyallahu anha, do të kuptohet se ai që bën i'tikaf do thonë e ka të ndaluar, do të thonë me vizitu të smurin ose me marr pjesë në xhenaze, dhe po ashtu edhe çështjet e do të thonë marrëdhëniet intime me bashkëshortën. Për këto sende ka do të thonë edhe argumente tjera që i vërtetojnë dhe i pohojnë këto çështje. E sa i përket çështja që nuk ka i'tikaf për vetëm se me agjerim, dhe se nuk ka i'tikaf për vetëm se në xhami ku falet xumaja, këto sende domethënë thotë Sheikh Zejdi rahimullah ka tekste të tjera sheriatike që janë në kundërshtim me këtë fjalë. Që janë në kundërshtim domethënë me këtë fjalë që është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha. Sepse i'tikafi u përmend se ato ditët më të mira për i'tikaf janë ditët e Ramazanit, dhe më të mirat janë ato 10 ditët e fundit. Por njeriu mundet me bë i'tikaf edhe jashtë Ramazanit. Atëherë nuk është kusht patjetër që ai në i'tikaf me qenë dhe i agjerueshëm. Po, thot Sheikh Zejdi rahimullah, është e mirë dhe kjo është dritë mbi dritë. Nëse njeriu hyn në i'tikaf dhe është edhe duke agjeruar ato ditë. Atër s'ka nevojë me lodh njerëzit do të thonë me sjell ushqim gjatë ditës. Po, domethënë është duke agjeruar, por kjo domethënë është nuk është kusht. Kjo është dritë mbi dritë dhe është e mirë, po nuk është patjetër dhe nuk është kusht për i'tikafin me qenë njeriu domethënë i agjerueshëm. Dhe po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimullah, nuk është kusht, nuk është patjetër që të bëhet i'tikafi në një xhami ku falet xumaja. Po, nëse ai synon me qëndru gjatë me bë i'tikaf në xhami për një periudhë të gjatë, atëherë është mirë, është e pëlqyeshme domethënë që me bë i'tikafin në një xhami ku falet xumaja, por nuk është domethënë nuk është patjetër dhe i'tikafi është i saktë. Është i saktë domethënë në çdo xhami prej xhamive që njeriu domethënë me bërë. Pastaj hadithi i radhës është nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal laysa 'ala al-mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Domethënë
nuk është obligim për atë që bën i'tikaf të agjeroj përveç nëse ai i obligon vetes. Pra shikoni kjo renditje domethënë. Kjo nuk është domethënë renditje e rastësishme domethënë. Këtu imamlar, këtu dietar të mëdhenj domethënë kur i përpyllojnë këto libra domethënë i përpyllojnë me një metodë domethënë të tillë në mënyrë domethënë edhe që njeriu me kuptu dhe me pase këtu në këtë etherin e Aishës radhiyallahu anha thuhet se nuk ka i'tikaf pa agjerim. Nuk ka i'tikaf domethënë pa agjerim. Kurse ky hadithi këtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qal laysa 'ala al-mu'takifi siyamun. Do të thotë nuk është obligim për ai i cili bën i'tikaf me agjeru. Për vetëm se domethënë agjerim që ai e ka bërë vetes domethënë për detyrë. Është zotu domethënë se bashkë me i'tikafin edhe me agjeru. Megjithatë thotë Sheikh Zeidi rahimahullah se ky etheri i Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma ndalet domethënë transmetimi ose sinxhiri deri tek Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma. Por një fjalë e tillë, një thënie e tillë që nuk është obligim për atë që bën i'tikaf të agjeroj përveç se nëse ai ja obligon vetes, një fjalë e tillë domethënë nuk del ose nuk ka hapësirë, nuk ka vend për ijtihad. Por patjetër domethënë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma e ka dëgjuar një gjë e tillë domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thotë shehu prapë Sheikh Zeidi rahimullah se nuk është patjetër, nuk është kusht që me qenë i'tikafi i sakt, me qenë edhe i agjerueshëm, po është më mirë nëse i bashkon ai këto dy ibadete madhështore, edhe i'tikafin edhe agjerimin, po nëse nuk agjeron dhe thjesht bën i'tikafi i tij është i sakt dhe shpreson njeriu domethënë në shpërblim për të. Pastaj kapitulli fundit të këtij librit Kitabu Siyam, libri i agjerimit, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, babun fi lejletil qadr. Kapitulli për natën e Kadrit. Kapitulli për natën e Kadrit. Këtu i përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah 4 hadithe, njërë, pastaj Sheikh Zeidi rahimahullah fillon me shpjegimin. Hadithi i parë është an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uru laylatal qadr fi al-manami fi 7 al-awakhir. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر فمن كان متحريا فليتحراها في 7 الأواخر متفق عليه. Thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se disa bura prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pan natën e Kadrit, domethënë se ajo është në 7 ditët e fundit të Ramazanit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: "E shoh se ëndrat tuaja janë përputhur në 7 ditët e fundit." Do të thonë ka mundësi që dikush e ka pa domethënë natën e 25, dikush 27, dikush natën 23, po të gjithë domethënë nga prej natës 23 deri në fund. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shoh se ëndrat tuaja janë përputhur në 7 netët e fundit, prandaj kush kërkon natën e Kadrit, le ta kërkojë atë në 7 netët e fundit. Kush do domethënë me çullu, kush e kërkon, atëherë le ta kërkojnë domethënë në 7 netët e fundit të Ramazanit. Pastaj hadithi i radhës është an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qal i'takafna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-10 al-awsat min Ramadan. Këtu tregon Abu Sa'id radhiyallahu anhu se bëm i'tikaf bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në 10 ditët e mesën të Ramazanit. Në 10 ditët e mesën të Ramazanit. Edhe hadithi është në tonë muttafaqun alayh, është në Buhari dhe Muslim, me tekstin e Buhariut është këtu. Në 10 ditët e mesën të Ramazanit. Fa kharaja sabihata 20 dhe doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjesin e ditës së 20, fa qatabana dhe na majti një hutbë. Dhe na majti domethënë një hutbë.
Atëherë, wa qal inni ra'aytu lejlet el qadr, thumma unsituha. Do më thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë e pash natën e kadrit, po pastaj më u harua. Po pastaj do thonë më u harua. Faltamisuha fil ashr al awakhir fil witr. Por ju kërkojeni atë në 10 ditët të fundit në netë që janë tek. Do thonë nuk e definoi pejgamberi alayhi salatu wasallam këtu në mënyrë do të thonë është nata 21, 23, 25. Edhe siç e thoshte Arafat hafidhahullah, ajo ndryshon, nuk është patjetër që çdo vjet me qenë në të njëjtën natë. Ndoshta me qenë si vjet për shembull në natën 21, vitin tjetër mund të qenë natën 23. Pastaj prapë me qenë natën 21, pastaj prapë me qenë natën 25, e kështu do thonë ndryshon. Nuk është patjetër që është si të ne që e bën do thonë natën 27. Po mundet me qenë. Mundet me do të thonë që me uçollu që me qenë natën 27, po nuk është patjetër që përsjetë do të thonë përgjithmonë me qenë nata 27. Se këtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, faltamisuha fil ashr al awakhir fil witr. Do thonë kërkojeni ato në 10 ditët e fundit të Ramazanit në ato netat tek. Wa inni ra'aytu anni asjudu fi ma'in wa tin. Dhe unë e pash, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pa në ëndër do të thonë se jam turan sejdë aty ku ka do të thonë ujë, në ujë dhe në baltë. E boj sejdë do të thonë në edhe ka aty në tokë, në poshtë, do të thonë ujë dhe baltë. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. Kush ka bërë i'tikaf me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam le të kthehet në xhami. فرجعنا وما نرى في السماء qaz'atan. Do thonë u kthym thot Ebu Saidi radiallahu anhu dhe nuk ishim të pa në qiell asnjë re. Nuk ishte re në qiell do të thonë. فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد. Do të thonë atëherë erdhën re, mblodhën do më thonë, edhe filloj me rashi. Me gjithat se kur u kthyin, kur ishin të shku në xhami, qielli ishte i pastër. Por, shikoni se ëndra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa shpejt u vërtetua, do më thonë. Edhe, thot Ebu Saidi radiallahu anhu që kur u kthym do më thonë në xhami dhe filloj me rashi, filloj atë shumë me rashi, sa që do më thonë në depërtoj ujti në përmjet qatis së gjamis në brenda në gjami. Sepse thot, e tregon edhe shkakun pse depërtoj do më thonë gjami në brenda. Wa kana min jaridin nakhl. Do më thonë në ishte kulmi i gjamis së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej palmave do më thonë. Prej ato palma do më thonë edhe ishin shtrume në kulm. Wa uqimat as-salah. Dhe do më thonë u boj kameti për namazin, farajtu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma wa tin. Dhe e pash thot Ebu Saidi radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bin sejdë në ujë dhe balt. Se u bë do më thonë xhamia dhe përtoj ujtin brenda xhamis. Wa ra'aytu athara at-tin fi jabhatihi sallallahu alaihi wasallam. Derisa pash gjurmën e baltës në ballin e tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe shkojnë, kjo është hadith i mrekullueshëm subhanallahu. Tregon do thonë një situatë, një pjesë të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij ridwanullahi alaihim në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si kanë jetuar domethënë, si ka qenë xhamia domethënë, si ka qenë çatia e xhamisë. Edhe si i kanë përballuar domethënë ato sfidat. Por në gjithë këto vështirësi, se këto janë vështirësi barakallahu fikum, i kanë përballuar dhe kanë qëndruar të qëndrueshëm. Dhe kanë qëndruar do thonë të qëndrueshëm. E jo dikush do thonë me hyn fe, ose me fillu me fen, ose me shku me kërku dije, që me u pasuru, që me fillu pozita, me fitu pozita, me përdor fen do thonë për çështje të tilla të ulta. Barakallahu fikum. Se shkoni për këtë fe do thonë janë këta burra janë sakrifikuar. Janë sakrifikuar për këtë fe. Që me mri kjo fe do thonë tek unë detektiv e pastër si loti, transparent do më thonë si ujë.
që ti do të thonë këto hadithe ti lexojsh sot, edhe këto lajme të bukura dhe të këndshme, sikur se ka ndodhur këto dje. Sikur se ka ndodhur këto dje, domethënë. Prandaj duhet ta vlerësojmë këtë mirësi dhe dhunti që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj hadithi i radhës është an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lejlatil qadr qal lejlatu 27. Domethënë, në këtë hadith, i cili transmeton Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për natën e katërt se ajo është në natën 27. Këtu do të thonë është në natën 27, por sa i përket të sinxhirit të hadithit, domethënë ka domethënë disa prej dietarëve që thonë domethënë nuk është sinxhir domethënë i vazhduar deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi i fundit të këtij kapitullit është an Aisha radhiyallahu anha qalet qultu ya Rasulullah ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha thot, i thash o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe shikoni këtu domethënë Aisha radhiyallahu anha ka qenë bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka qenë prej grave njeriu më i dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po shikoni domethënë në çfarë mënyrë i drejtohet ajo pejgamberit alaihi salatu wasallam. O i dërguari i Allahut. Do thonë jo me emrin e tij. Se ndoshta mundet tu bashkëjetu për ditë. Po jo domethënë, kjo tregon moralin dhe edukatën të lartë të grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O i dërguari i Allahut, nëse e di se cila natë është nata e kadrit, çfarë të them në të? Çfarë të them do të thonë në të? Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj, o Allah, ti e falës, e do faljen, prandaj më fal mua. Do thonë, këtë lutje njeriu me shpeshtu në natën e kadrit ose në ato net domethënë që shpresohet të jetë domethënë nata e kadrit. Që domethënë me shpeshtu këtë lutje Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e do faljen, prandaj më fal mua. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se sa i përket natës së kadrit, natës së kadrit, kur është ajo, në cila ditë e kështu me radhë, ka shumë mendime për dietarëve. Shehu thot rreth 40 mendime janë. Rreth 40 mendime, por mendimi më i saktë sipas Sheikh Zeidit rahimahullah është që ajo kërkohet domethënë në 10 netët e fundit në ato netët tek që janë. Kjo është mendimi më i saktë sipas Sheikh Zeidit rahimahullah, që me kërku domethënë në 10 netët e fundit Ramazanit dhe në ato netë domethënë që janë tek 21, 23, 25, 27, 29. Edhe kjo natë domethënë vazhdon të jetë. Domethënë nuk ka qenë vlera dhe mirësia dhe dhuntia për këtë natë ndaj muslimanëve dhe ndaj këtij ummetit që është dalluar me këtë natë ky ummet, nuk ka qenë vetëm gjatë jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pas jetës ka përfunduar. Jo. Kjo vazhdon domethënë deri në ditën e gjykimit. Prandaj njeriu kur janë ato 10 netët e fundit Ramazanit domethënë, duhet të edhe më shumë me u përqendru dhe më shumë domethënë me u mundu dhe me bë përpjekje që me e çullu me arrit domethënë natën e kadrit, që ka thënë Allahu Teala, Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr. Do thonë nata e kadrit është më e mirë domethënë se 1000 muaj. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dhe në mësimin e radhës bi'idhnillahi Teala do fillojmë me Kitabul Hajj, libri i haxhit, që tash domethënë për afërsisht mas 2 muaj ose 1 muaj 3 javë diçka, është koha e haxhit. Është domethënë në kohë e përshtatshme që për ata prej vëllezërve kush do qoftë ka me shku në haxh, nëse shkon dikush, me u përgatit domethënë mirë
me argumente dhe me siguri se si me e kry haxhin. Se kjo është domethënë një dobësi në përgjithësi tek muslimanët, edhe këtë ka përmend Imam Uthemini rahimullah, që njerëzit domethënë se përket umrës dhe haxhit nuk japin rëndësi domethënë përgatitjes dhe pajisjes në radhën e parë me dije dhe takfallok, pastaj edhe çështje ekonomike që duhet patjetër, por kur bëjnë diçka të çështjeve të dunjas, janë domethënë shumë të përpikt. Çështjet e dunjas, përgatitet, merr informata, sigurohet, pyet disa njerëz e kështu me radhë, kur vjen te çështja e fesë domethënë bëhet neglizhent. Jo, duhet me qenë e kundërta, e sidomos ai i cili synon me bë haxhin, me mësu, me qenë i sigurt, edhe me qenë domethënë në dijeni. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.